Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun dhul gjelal e falenderojmë. Vetëm prej ti ndihmë dhe falje gjithnjë kërkojmë. I qofsh mi fal për çdo dhunti, mirësi e begati që na i ka dhuru. Mirësit, begatit që Allahu na i ka dhuru janë të shumta sa që nuk kemi mundësi edhe për t'i numru. Po me theks të veçant, në këtë natë veçant, me këta njerëz super special, e falenderojmë Allahun dhul gjelal që ka mbjell në zemrat e tona imanin e pastërt për të. Iman që jep shije jetës tonë, punës tonë, veprimtarisë tonë, dynjas tonë, e jemi thellësisht të bindur se ka për t'i dhënë edhe ahiretit xhennetit tonë. Përshëndetjet, selamet qofshin për Muhammed Mustafan, mësuesin njerëzis, ambasadori rruzullit toksor, doktor i zemrave tona, njeriu më paqësor i gjitha kohrave, njeri që gjuha ti kur nuk ofendoj njeri, duke përfshi bashkëshortën dhe familjen e ti. Njeri që kur dora ti nuk u ngrit ndaj as kujt, duke përfshi bashkëshortën dhe familjen e ti. Andaj dashurit e me, vëllezër dhe ju motra, ky është Allahu dhul gjelal. Ky është profeti Muhammed alayhi salam. Këto janë udhëzimet dhe mësimet e Kur'anit Azimushan dhe i këtill duhet të rrugtoj dhe të vazhdoj muslimani. Shumë i dashur imam, referent, hafuzlar, imam, meq, shok, dashamir, gjithë të që jeni. Jam shumë i nderuar dhe i privilegjum që sonte jam zbashku me ju. Është hera parë që po vi në këtë vend. Është hera parë që po hy në këtë xhami. Mirë po këto fytyra të ndritura, të buzëqeshura, të dashura, humane, që po japin vetëm pozitivitet, këto baballar këtan, të cilët me mund, me sakrificë, na i kanë rujt gjuhën, traditën, kulturën, besimin dhe çdo gjë që e kemi, meritojnë që shpesh me i vizitu, edhe më shpesh me i taku dhe me shkëmby fjalë, mendime dhe veprime që kemi nevojë për njëri tjetrin. Të dashurit e mi, imamin fillim tha me mujt mos me zgjat shumë, 20 minuta me fol. Na hoxhëllart janë nismi për pak, po e vazhdojmë shumë. Po kësaj here nuk do ta vazhdojmë shumë. Po vetëm dëshiroj t'i jap disa shkëndi nga fjalët e Zotit, nga fjalët e profetit Muhammed, nga ulemaja, nga sahabët e Resulullahit, po edhe nga tradita jon kulturore, familjare, kombëtare, që askund nuk bjen ndesh me parimet e shëndosha islame. Andaj, nëse është adaptu islami dikon mirë, është adaptu të ne shqiptarët, se tradita jonë kombëtare dhe familjare është e tillë që nuk kundërshton asnjë parim të dinit të Zotit xhalla shanuhu wa xhalla xjalaluhu. Andaj shqyr që jemi të këtill. Të dashurit e mi, do t'i paraqes disa shkëndi rreth atij gjeneratorit që po na vjen. Asaj lokomotive që e kemi në prag të derës për të na ardhur. Atij diellit që do të hynë në zemrat e tona, e zemrat e tona kanë mall për muajin e begat të Ramazanit, se aty mbushemi e përmbushemi, aty ngushëllohemi, aty motivohemi, aty forcohemi,
aty ne lumturohemi, aty ne dhezim gjitha shkëndit e mira për këtë botë dhe për botën tjetër. Të dashurit e mi, vjen Ramazani më na tregu se më rëndësishme është me qenë i mirë në qiell se sa në tokë. Ali Izetbegović ka thonë, Allahu e mëshiroft, ai i cili është nxënës i qiellit ka me perfekcionu të qenurit mësues i tokës. Andaj vjen Ramazani më na thonë, musliman, shumë më të rëndësishëm keni më u konë nëse jeni të njohur në qiell se sa veç në tokë. Musliman, mos u bëni rob të klikimeve dhe të paraqitjeve të dukjeve, po më së parit jemi nxënës të qiellit, të njohur në qiell, ku të na njeh Zoti ju thot me lajkeve, e me lajkët ju thoj njerëzve, kështu me radhë vjen dashnia, respekti dhe bëhesh i njohur edhe në tokë. Amo ata cilët e kërkojnë njohurinë dhe dashurinë vetëm në tokë, shumë shpejt ju ikja dhe nuk e njas toka as qielli. Dashurit e mi, vjen Ramazani më na thonë mu dhe ty, vendi më i sigurt në tokë është sejdja, është namazi, sepse nga ky vend ndodh ngritja. Kur nuk ka mundësi me u ngrit një besimtar apo besimtare pa i ra Rabbul Aleminit sejdë. Në sejdja të ngrit në aspektin Haxhi Baba, shpirtëror, intelektual, shoqëror dhe ekonomik. Kush dën me i pas këto 4 ngritje, Allahu dhul xhelal sejdja, po vjen kjo lokomotiv me na thonë, musliman, ngrituni shpirtërisht, sepse nga njëherë po di me qenë të mirë, me na shku loti, veç kur jemi në xhami, po jashtë xhamis, jo. Po vjen Ramazani me na thonë, burr, ashtu qysh je i mirë që tu në xhami, edhe në mejdan dush mu ka një mirë. Ashtu qysh po tregohesh i pastërt këto, i pastër edhe në ambient aty. Ashtu qysh po je i për ullur këto, i për ullur edhe jashtë aty në mejdan. Me një fjalë po vjen Ramazani më na thonën, mejdani do të më ta vërtetu se kush jeti. Ramazani është, dashurit e mi, 1/5 e Islamit. Ky Islam ndërtohet mbi 5 shtylla, e njëna për këtyre 5 shtyllave është Ramazani. Sepse që kjo shtyll na formon, na vetëdijson, na forcon, na tregon, por më kon ka pak të përmbajtur, se kemi pak një farë temperamenti. Mirë po vjen Ramazani na thotë, dush me qenë një përmbajtur. Zoti Xhaleshanuhu muslimanëve ja ka dhënë drejtimin e botës në dorë. Muslimanëve ja ka dhënë Zoti drejtimin e botës në dorë vetëm atëherë kur kanë qenë meritor. Pse sot nuk e kemi? S'kemi meritor. Vjen Ramazani më na thonë, ti dush mu formu e mu forcu, e me ungrit shpirtërisht, e intelektualisht, e me rregullu aspektin e ekonomisë dhe të forcës e drejtësijës, atëherë unë e ty kam të dhonën me drejtu botën. Por deri sa nuk i ki qëta, inshallah jetu dit me drejtu shtëpinë tone. Ramazani po na thot, forcanu, vetëdijsoni, krijoni kushte që ju me menaxhu mirë vetveten e juj, familjen e juj, punën, aktivitetin, lëgjën, fshatin, qytetin, komunën, shtetin, dhe me qenë pikë reference për mbar njerëzin. Ju është bërë
obligim Ramazani. Për çka më burr? Për më boj devotshëm. E dashurit e mi, çka do me thonë devotshmëri? Po du me përgjith një dy fjalë pak më speciale. Devotshmëri do në të thot korrektësi me Zotin. Kje e para. E dyta, puna dhe gatishmëri për të qenë gjithmonë nivel. Devotshmëri do në thot punë dhe gatishmëri për të qenë gjithmonë në çdo moment, në çdo kohë, në nivel. Në nivelin e atij qëllimit për cilin të ka kriju Zoti. Për çka më ka kriju Zoti? Për me adhuru. Nuk ka mundësi më na i pranu Zoti pa devotshmëri. E devotshmëri do në të thotë korrektësi dhe punë dhe gatishmëri gjithmonë me qenë nivelin e mësimeve të Zotit Dhul Gjelal. Sa jemi të përgatitur ne për me qenë të këtij nivelit? Agjerimi vjen për të aftësu njeriun për qëllimin për çka e ka kriju. Musliman, je kriju për me adhuru Zotin Dhul Gjelal. Adhurimi Zotit nuk bëhet veç namaz. Amoni ju kuft, këta dojmi me pas kristalizum. Adhurimi Zotit bëhet kur unë kam sjellje brillante me printemi, me bashkëshortën time, me motrën, vllahun, mikun, shokun, kolegun, ortokun, koishiun. Kështu do thot vjen. Dhe këto raporte duhet i rregullojmë. E dyta, dashurit e mi, Ramazani nuk është muaj për të kalu. Hajde se shkojnë shumë shpejt 30 ditë, por muaj për të ndërtu. Muaj për të ndërtu. Ramazani nuk vjen vetëm si një datë thjesht e kalendarit, por një thirrje hynore për ta rregullu të mbrëmshmën tonë. Ramazani vjen thirrje hynore për ta rregullu të mbrëmshmën tonë. Shumica absolute prej neve shpesh lavdërohemi dhe thojmë, o gjave ne, unë në zemër jam i mirë. Po, shumë e vërtet. Se na nuk kemi asi regulatori, asi matësi, më ta matë zemrën qyshe ki. Na gjykojmë qka po shumë. E kjo zemra është generali kryesor i gjitha gjymtyrëve tona. Pa thonë zemra, s'hapët gjuha. Pa thonë zemra, s'hapët syni. Pa thonë zemra, nuk shtrihet dora, këmba, as gja nuk bëhet. Andaj në moment që ta rregullojmë zemrën, janë rregullu edhe gjitha gjymtyrët e tona. Ai kthehet një ditë një djalë pej shkollës. Mësuesi i kishte dhënë një detyrë me gjetë filan shtetin në hartë. Po djali në klasën e 6 nuk mu i keme gjetë, absolutisht. Po e prit babën kur të kthehet prej punës. Ramazan. Vjen baba, djalit, fëmijët nuk i intereson problemet e tua që e ke pas. E kam problemin tem, ky problem jam, për ta ju duket më e madh se gjitha problemet që mund mi pas familja e shoqëria. Bab, e kam për detyrë me gjetë filan shtetin, ndihmon. I lodhur, i mërzitur, edhe pi punët, po edhe pi Ramazanit, ka pak dhe Ramazani i nxej ka pak haxhia. Amoni ju kuf që ta që nxejnë ka pak, po Zotin mos u qonin si fer, hiç mos agjerani. Ramazani është më të kthjell, më koni qet, i rahatshëm, aktiv, i dashur, i buzëqeshur, bashkëpunues. Amoni janë që pi hub bosolla, jo për Zoti s'ka nevojë për këtë gjë. Jo. Urna gjama, i nervozum, ja shkyn hartën djalit. E mas iftarit u qetësu pak, tha, birë, hajde dalim e blem hartën, tha dhe ta gjej shtetin. Tha, jo, bab, e gjeta une. Tha, si e gjeta? Tha, unë ta shkyta, o bab, tha, mbrapa, asoj hartës, ka qenë i vizatum, konstrukti, trupi i njeriut. E në bazë gjymtyrëve trupit, e kam ngjitën hartën. Ka e ke shkyti? Tha dhe e kom gjetë vendin.
O, bab, ku marë thanë përfundim diçka. Si po e bajshe bashk njeriun, krejt botën pe bashka ishe. E si ta bashkojmë na vetë vetën, po edhe njoni tjetrin, krejt botën e kemi fut vesh në gjep dhe ja kemi dhonë në orientimin e mbarë. Të dashurit e mi më kanë pëlqyer 4 ulema në lidhje me temën për ardhjen e Ramazanit. Imam Ibn Rajebi el-Hambeli a i thot, Ramazani është treg për adhurusit, disa fitojnë e disa hupin. Ke po në treg, ka njerë fiton, po ka njerë edhe hup. Veshën varët si e shfrydzon. E shfrydzove për mbarë, gjithmonë në tregun e Ramazanit kime fitu. E Hasan el-Basri thëjke, Allahu nuk e bëri Ramazanin garë për ushqim, për garë për veprat mira. Sa një pjesë e muslimanëve e kanë largu garën ku është qëllimi dhe fokusi i Ramazanit. Sot një pjesë janë tryezat e tona, mos ka metna i bëshlëk. Mirë, po du të që janë përmbushura për plot. Elhamdulillah, na i ka dhonë Zoti gjithat mirat. Gjithat mirat na i ka dhonë. Kur nuk jemi konë ma të pasën. Kur nuk kemi pas veshje më të mirë. Kur nuk kemi pasën komoditet shtëpijak më të mirë. Hamdi qovë Zotit. Amo kur ma pesimista se tash nuk jemi kanë. Gjitha i kemi, lumëturia për në mungan. Duke prit minutin për me boj iftar, na fjallosmi me filanën, me këtë, me atë. Ato janë momente për të përmbush shpirtëresht. Këtu është gara, jo është e ftofta, apo është e nxejt kjo apo ajo. E Hasan el-Basri e thejke kështu. Imam Kardavi, Allahu e mëshiroft, thëjke, Ramazani nuk është muaj i dembelav. As nuk është muaj i izolimit nga jeta, por muaj i ndërtimit, i aktivitetit, që njeriu të jetë produktiv në shoqëri. Him kalendarin dhe shumë i historinë muajin e Ramazanit. Disfatat më të mëdha janë zhvillu dhe janë fitu në Ramazan. Qa ban këtë thot hoq, e ku marë pushim në Ramazanit, qa kime bo, veç ka me fjetë. Ja, nuk ashtë për demele Ramazanit. Hapni dyqanët në Ramazan, hapni punishtët në Ramazan, punani me orar nga mëngjesit deri në iftar, është bereqeti, është vullneti, është begatia të madhët Allah, gjelle shanuhu e gjelle gjelaluhu. Mustafa Mahmudi thëjke, agjerimi nuk e dopsan trupin, por e forcon ndërgjegjen. S'ka gjë më të bukur se sa ndërgjegjen na me pas të forcume. Keni vrejt atje në Evropë nuk i thoi një iman, po pëse nuk të banë, thot, nuk len ndërgjegja. Nuk len ndërgjegja. Allah, i ka njerë do musliman, e qyrin ako kamera. Ja, se ka ngojle, as për iman, as për ndërgjegja. E Ramazani vjen neve më në thonë, ej, musliman, forcon e ndërgjegjen, sepse për këtë, më ka dërgu i madhi Allah, gjallë shanu hua gjallë gjallë. E treta me radhë, Ramazani në thëtë, aja që e prish më së shumëti shpirtin e njeriut është dëshira për të dukur i mirë në vend që të jetë i mirë. Ka dëshirë unë mu duk i mirë. Shfë duk në? Qysh dola? Qysh kesh? Dëshira. Lene këto dëshira. Ramazani vjen më në thonë, ej, ti bëho vet i mirë. Ti dush më kon i mirë. Mos ju beso lavdatave të njerëzve, çka mund të thëjnë, çka mund të thojnë njerëzit tyje. Ti e din se e ki këtë regulatorin që ta tregon nivelin apo pulsin e meritueshmërisë. A je apo nuk je?
Dashurit e mi, është pyet njëri prej imamëve në Shkodër, Imam Ahmed Shkodra, një njeri me integritet shumë të lartë. Është pyet, thot, një ditë një njeri thot, si je aga hoxh? Ai përgjigjet, thot, ty Benedicqa. Nuk e di, pyeti tjerët për mua. Ndërsa, për të tjerët, nëse të interesan për tjerët, hajde vetë mu, se unë të kallëzoj për këtë tjerët. Ramazani vjen më na thonë, musliman, keni informacion për vete, këthanu dhe njoftohuni me vetë vetën e juj, ma shumë se sa që po e njofton tjetrin. Keni vrejt ku të rish me dikan, si të mos na për lokalitetet ndryshme, bisedat janë, filani, se di shka vonë, jo. Ka dalve burë, tani këti du të mi thonë, më ka zënë bedhe nëjse më për shpijen të eme, se tyben jam të ditë kur gjoha. E mirë është Ramazani që përna vjen edhe më na thonë, ju njoftohuni mas pari me vetë vetën e juj. Ramazani na sjell memorien, kujtesën e vërtet, sepse më e keqja që mund ta godas një popull apo një ummet është kur e harron të kaluarën, nuk ka kujtes dhe nuk e nje vetë vetën e vetë. Kjo është më e rënda. Dashurit e mi, ne edhe si popull edhe si ummet kemi histori të shëndosh, të lasht. Ne nuk duhemi me harru të kalumën tonë. Për Zotin e lumë, unë dhe ne që kemi studiu dikun jashtë vendit, na thëshin profesorat e tonë. Ne, juve shqiptarve, jemi t'ja kthy borgjin, se ju shqiptarët na keni mësu neve. Kret botën islame e kanë mësu shqiptarët, ulemaja Shkodrës, ulemaja Kavajës, ulemaja Trojeve tona e kanë mësuan. Na kemi bazë të shëndosh, po edhe në traditën kombëtare, botës i kemi dhonë leksion për burrëri, për qëndrueshmëri, për dashuri, për falje, për unitet, për çdo gjë. Nuk ka në rruzullin toksor ma punëtor se që jemi na shqiptarët. Nuk ka në rruzullin toksor njerëz, popull që janë ma të mençur, ma të aftë se na shqiptarët. Mirë, po neve veç du të me armë na kallëzu neve për parësit që i kemi dikush tjetër. Se na si besojmë për parësive tona që i kemi. Ej, musliman, 33-a, mos u dërzani, mos u friksani, se na edhe nga aspekti kombëtar, edhe familjar, edhe shoqëror, edhe fetar, jemi të partë. Gjithmonë kokë lartë. Para as kujt nuk mujna me u të urpruan edhe me ullën kokën. Mirë, po turprimi ma i madh vjen, kur na vetë nuk e njohemi vetë vetën tonë. Dashurit e mi e katërta, Ramazani vjen të na thot, nuk bësh fetari mirë kur vetë se me ditori. A zot, arma ma e madhe që e bartë muslimani është kjo. Shkona i ka largu dhe ka dashë kur në dorën tonë mos me ra kjo laps. Po e kemi rujt me fanatizëm, prindrit e tanë janë ekzekutu, janë internu, janë burgos, vetëm se kanë dashë me mësu leximin edhe mësimin, edhe me qenë pronar të lapsit, të shkollës, të librit, të fletorës. Për këtë me të drejtë, më thot një profesori imi, Fidaim, kur mos del para masës pa laps. Gjithmonë tregoju se Zoti ati qofsh mi fal, është betu në Kur'an, Nun, wal qalami wa ma yasturun. Pasha lapsin dhe pasha vija që i shkruan lapsi. E, musliman, edhe kur dilnin fotografi, gjithmonë vendosni këtu lapsin. Për çka? Me ditë se na jemi idhtar të lapsit, dashamirës të lapsit, të librit, të mësimit, të studimit.
Allahu dhul gjelal, dashurit e mi, nuk adhurohet me ignorancë, thot Mustafa Mahmudi. Është shumë e frikshme që njerëzit ignorant të kenë kaq shumë ndikim në mas. Është shumë e frikshme kur një njeri intelektual nuk ndëgjohet, bile sot bota nuk vun pe njerëzve të këqe, vun pe të mirëve, pe intelektualve, cilët nuk reflektojnë, nuk e ngritin zanin, nuk dalin para masës. E kur nuk dalë që ti para masës, ka me dalë që a ignoranti. Por këtë arsye o ti që ki njohuri, mos ja hap derën dhe mos ja lësha vendin, ignorantit. Sa i mas shumë ti ashtë duke na i prishën harmonin ton dhe po bohën njerëz me ndikim. Kush? Ignorantët. E ignoranca ma e madhe sot është që është vesh me petkun e të diturve. Ignoranti e ka vesh petkun e të diturit. Kja është edhe ma shkatërimtare. E Allahu na rujt këta që e kanë veshën petkun e diturit, amo në realitet janë, do thot, ignorant. Për këtë dashurit e mi, qetësia shpirtërore nuk vjen nga një jetë pa probleme. Ramazanin a thot. Qetësia shpirtërore nuk vjen pa një jetë pa probleme, por nga një zemër e qetë. Qetësia e vërtet nuk fitohet duke rregullu botën rreth nesh. Po qetësia e vërtet ndërtohet edhe krijohet duke rregullu botën brenda nesh. Ramazani vjen më na i rregullu botën brenda nesh. Prej shenjave të prishjes së një qytetërimit është se po i quajnë sot mashtrusin i zgjuar. Ai mashtrus më është, pëthoj shumë i meqëm ish. Bile njani më thejke, o gjëvene, i meqëm po dallavere gji. Shtja më në që do tjerë janë, po qëtë? Sot është rrezik i madh. Shthurjes, po i thojnë liri. Liri e veprimit, qka dënë, trupi saj, apo i ti jashtë, qka dënë mënët me bo, shpia tina, pshati ti, logja tina, institucioni ti. Jo, nuk është qka dush. Sot, paturpsis, po i thojnë art. 101.000 vepra turpshme, artist është. Dhe shfrytëzimit po i thojnë ndim. Shfrytëzane, se për këta ka thonë joni për djetarëve, thot, runë për atyve që t'ju japin, se ata minjere kanë me greb, dikun kanë më të këthëju, edhe kanë më kërku prej te e diçka. Për këtë arsye, shqiptari, muslimani, hoxhallarët për para, gjithmonë tigra janë kanë. Tigër! Kur se ka leju vetën më u bo dhelpën. Me këshyr dikan. Shka po të gjunë? Po gjithmonë tigër me i furnizu tjertë. Shka kam qef. Ondje kam me po popullin tim. Metin islam, aj tigri që i furnizon tjertë. Jo aja dhejl pra që pretë se shka po gjunë dikush do thot atina. E para fundi dashurit e mi, Ramazani na thot, mos hesht ndaj të foljurit të së vërtetës. Kur mos hesht? Sepse, kur ti vendosësh frenat në gojën tone, ata tjerë shumë frek kanë më ta vendosë sa marin shpinë. Mosonal duke e folë të vërtetën, duke promovu të vërtetën, duke reklamu të vërtetën, duke promovu të vërtetën, kur mosondal? Me gjitha mekanizmat legjitim, duke mos i hyn hak as kujt, duke mos e ofendu e lëndu as kënd, gjithmonë të vërtetën me proklamu dhe me promovuën. Sepse bone ja vendose frenat vetë vetës në goj, shumë frik kanë më ta vendosë samarin edhe të qojnë
ku dojnë do thot ato vetë. Për këtë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nëse nuk i thyej, dikur e ka thonë këtë thonje, shku në Qabe. Qabja ishte rrëthume me 360 e sa idhuj, asi zota puta, edhe i morën duke i thy. E sa pata, duke i thy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tha, nëse nuk i thyej idhujt në mbrënësit e zemrave dhe në thellësinë e mendjeve, rrëzimi për para syve nuk ka kur far kuptimi. A banëm një punë të madhe, e thym këtë idhull. Jo, be, kur gjo s'keni bo. Mas pari du të me thyën në zemër nëse e ki, edhe nëse e ki në mendje. Hala dëshenjat komunizmit janë të na, edhe pse folën do 5 voktët. Hala disa i kanë dëshenjat ignorancës edhe gjahiljetit. Hala nuk i kanë harruën. O burra, i di pse se kanë harru. Se viç i kanë thy këtë t'jashmit, a këto në zemër hala e ka. Ramazani vjen më në thonë, thy, largoj, ato idhuj, në mas pari në zemër edhe në mendje tonë. Dhe krejt në fund, dashurit e mi, në vitin 1965, një imam i ndritur i madh i këtij ummetit, Muhammed el-Ghazali, Allahu e mëshiroft, o dashurit e mi, aq ulema të mëdhej ka pas edhe ka ky ummet, sa që kanë dhonë nga vetja atyre gjithë shka, që veç unë edhe ti, ta kemi kashore këtë dinë Zotit, edhe vetëm t'ja shpërndajmë të tjerve. Mirë po dashurit e mi, ata nuk kanë fol shumë, kanë vepru shumë. Ata kur me hamendje nuk kanë fol. Ata kanë jetu, e punu e nuk janë ushqy, vetëm e vetëm më na jafru një dituri. Na shpesh thojmë, po qyshbe me shku me ndëgju më lafidajmen. Po unë jam hoqë, ku hoqën qysh me nguën. Wallahi kam prezentu në për mejlise të ulemave të mëdhej në botën islame. Wallahi e pasha Jusuf el-Kardavin, Allahu e mëshiroft, e vendas ke dorën që to dhe ullë ke sikur ky baba këtu për para, edhe ngaj ke këtë, thëjsha zera atimi për herën e parë që ta. A ky është autori 127 librave universitar. Krejt bota mëson do thot prej tina. Por respekt për mejlisin e dijes, respekt për kolegën, për studentin, apo për nxënësin e tina. Kjo është madhështore. Po shë para vetës time, mësos tanë, kjo është respekt i madh që vjen më të ndëgju. Këtë respekt e kanë veç na shqiptarët edhe na muslimanët. Tjertë nuk e kanë. E ky Imam Ghazali, vitin 1965, e tha një fjalë që për shumë nuk u kuptuat herë. Sikur që edhe sot nuk kuptuat bashmirë. E atëherë pa të kundërshtu, e kishim pas kundërshtu pak. Thot, ndërtimi i një fabrike është apo e ka të njëjtin shpërblim të Zoti sikur me ndërtu një xhami. O shofe, ne qysh, bre? Po, ndërtimi një fabrike e ka shpërblimin të Zoti sikur me ndërtuan një xhami. Për këtë kone po hi pak me një nën rresht. Amani ju kuft, o ju kolegë hoxhallar, o ju studenta, o ju pres fetar në përgjithësi, o ju fetar. Forcane institucionin e shkollës. Nëse shkollën e kemi të fort, krejt institucionet e tjera i kena të fort. Nëse shkollën e kena dopt, të gjitha institucionet e tjera i kena të dopta. Qata janë qëtu. Nëse i kemi të mirë që atje në shkollë, edhe këtu janë të mirë. Nëse i kena dopt që atje, veç zhurmagji i kena qëtu, kur gjo ma shumë. Ata se kuptun, për a i dëshiraj ta lartësaj fjallën e Zotit duke e nderu dijen. Dhe tha, pra në gjdo xhamie duhet të ndërtojmë nga një fabrik, shkollë
institucion zhvillimor. Po ashtu, pranë çdo fabrike, duhet ta ndërtojmë një xhami vetëm përmes bashkimit të besimit dhe të veprimit, feja e merr për masën e duhur dhe të vërtetë. Besani, fetar, pa punëtor, ty bezoti nuk i dan. Valla bilat Allah nuk i dan. Zoti e bashkan punën edhe besimin. Punën edhe besimin. Një musliman që din veç mu falë, bilom thë Kenjani para 1-2 mujve, tha, është prami kun falë 100 recate, thash asnja s'ta ka pranu Zoti. Tha, qysh po thuti, a e ki evidencën, po, thash asnja, di pse, 100 zeza i ku marrë veçone pejti e ditën. Ka ku ti pranën Zoti mërbut. Këta që lavdrohen me recate, sa i kanë falë, a moni ju kuft, mëse hani grejpin fort, se këta nuk banë fort një besu këtyre. S'ka nevoj mi të regu në sa recate i kun falë. I dini lumi Allah ati që mi falë. S'ka nevoj do thot me, bile s'du të me dita asaja bashkëshortja, që bim me një jastak koka tona, i kemi do thot zbashko. Për këtë dashurit e me, besimi, xhamia, Ramazani, vjen më na thonë, forcone vetën me punë konkrete. E keqja sepse, e keqja organizume, apo e keqja organizohet shumë shpejt, ma shpejt se sa e mira. Pse? Se e keqja nuk ka parime, shumë shpejt organizohet. E mira ka parime, bukur do thot me vështërsi, do thot organizohet. Dhe krejt në fund, Gjemaluddin al-Afgani, Allahu e mëshiroft, thot, mënyra më e mirë për t'i bind perëndimorët në Islam është. Shpesh e kemi thonë derdë bre o gjëfendi, qysh me bind be këtë kojshien tonë më u falë, qysh me bind këta që thash musliman me shtin Islam, qysh me shtin ato në Evropë që janë shumis musliman, thot cila është. Ka dhoni shambull brillant. Thot, së pari duhet t'i bindemi ata që na nuk jemi edhe musliman të mirë. Si t'i bindemi ata që na nuk jemi edhe bashkë musliman të mirë, ata fillojnë me lexu Islamin edhe e pranojnë. Për këtë dashurit e me sot bota, edhe lokale edhe globale, nuk ka fort mundësi për shkak dinamizmit të jetës për të lexu edhe për të shfletu. Libër për ata tjertë jamon edhe jeti. Ata na lexojnë neve. Hajde, vjen Ramazani, më na i rregullu librin tonë të dijes. Po gjëfendi, Zoti ta shpërbleft që më ke bashku sot me këto ftyrat ndritshme. Allahu a shpërbleft që ke bo pjesë e këtyre kolegëve të mirëfillt, hoxhallarëve dashur, human e punëtor. Inshallah Zoti Dhul Xhelal na mundson me arrit Ramazanin. Inshallah i madhi Allah Dhul Xhelal na mbush zemrat plot iman dhe dashni e lumturi për ta prit me gëzimin më të mirë këtë muaj të begatë të Ramazanit. Allahu inshallah na fut faqebardh e na nxjerr faqebardh. Inshallah mas pari. Inshallah mas pari na i fal prindrit e tanë, gjalla për të vdekun. Inshallah i madhi Allah na i udhëzon e vladët e tanë në rrugën e drejtë. Inshallah Zoti na i shëron gjithë të sëmuarit e tanë, e inshallah Zoti na përdor gjithë për hajër edhe për të mirë. Faleminderit shumë për këtë edukat të ndëgjimit, arshmi u takofshmi gjithmonë për gëzime për të mira. Selam aleikum.